Ndonë se nuk është periudha e zakonshme për krahasitjen e Hardis, 83 vjeçari Hysni Keqi nga fshati Kujtimi Bashkisë Klos e ka nisur këtë proces që në muajin dhjetor. Ai thotë se prej vitesh e sharton Hardin në këtë periudhë dhe se ka marrë prodhim të bollshëm. Keqi e lidh këtë me dy arsye, e para që ka të bëjë me procesin dhe sipërfaqen e madhe që ka, dhe e dyta me ndryshimet klimatike, pasi nuk po mban më dimër i ashpër për ta dëmtuar Hardin. Këto pemët i krahasisë që ti jemi të gatshëm. Është pak herët, po im ti hik ka pak po ashtu ka qenë, po në për vjet çtu ku bota ti krahasit herët, e ne bojnë prodhim mjaft. Ka ndrur me klima, ku i dihet patjetër. Rrushin, e mos e dhe zira kije, jashtërës, nuk i shes. Kam me vesa me shet qa për vete, i mbajpë që atë. 83 vjeçari Hysni Keqi nga fshati Kujtimi Bashkisë Klos shprehet se me prodhimin që merr nga vreshti i Hardis ndihmon edhe pensionin e tij. Ai shton se pensioni që merr nuk ja përballon shpenzimet të vetëm për ilaçe. Sa i përket shpërblimit të fundvitit, 83 vjeçari konsideron si të pavlerë për shkak se nuk e zgjidh nevojën e një viti mbi pensionin mujor që merr. Për spitali për të në kanë muquni, për më kalu në kohën, e kalu me qatë pension, se janë dritat e ujt e këtë tatimet e gjithë. Ja, s'përbalohet e qëti, s'ka rrigjon ki shtetë, e thonë dritë s'ka rrigjon. E ki jep shpërblim që të fund viti, por në du shde muj, e vish një muj. E filloqin prillet, ja, një jep në ndorë, një jep të torë, një jep shumë, si jep e të halë në ati. Ja, sa është sigurë. A do të jetë i karoar, pensioni do të jetë një unik, si një herë. Për ne me kryen e vete ose, o morë hilaqe për zemër, për përstat, edhe gruja që të me hilaqe, tension e gjitha, e qoke privati, qoke ne, nuk i di, ne kanë hek ato një shtetit, me thënë drejtën. Bile i morë me riposim, se morë dhe artikull hilaqe për zemër. Të moshuarit në fshatra vjojnë të punojnë për shkak se pensioni që marrin sipas tyre nuk ju mjafton për shpenzimet bazike që kanë.